Test AB. Universi po teston fatin tënd tani. Këto 3 shenja kalojnë në dimensionin beta. Kujdes! Në këtë moment, universi po kryen një test masiv mbi fatin tuaj, një test AB kozmik. Ju po përballeni me 2 realitete. Realiteti A i dështimit dhe stagnacionit dhe realiteti B, që është dimensioni beta i suksesit të papenguar. Vetëm 3 shenja janë duke u testuar tani dhe nëse kaloni, jeta juaj ndryshon brenda natës. Kalimi në dimensionin beta do të thotë fundi i problemeve financiare dhe emocionale. Mos e injoroni sinjalin. A jeni gati të zbuloni se si do të kaloni testin dhe cilat janë 3 shenjat e zgjedhura? Le të nisim menjëherë. Dashi, testi juaj nuk lidhet me forcën fizike, por me kontrollin e frikës. Kodi juaj i vjetër ju detyron të lëvizni shpejt, por me frikë të fshehur, duke ju çuar në dështime të parakohshme. Testi AB ka të bëjë me një vendim masiv që lidhet me një investim ose një partneritet. Opsioni A, dështimi, është të dëgjoni zërin e frikës dhe të tërhiqeni. Opsioni B, dimensioni beta, është të lëvizni me besim, duke injoruar plotësisht këshillat e dikujt shumë afër jush. Nëse zgjidhni B, ju do të kaloni në një realitet ku të gjitha veprimet tuaja janë të mbrojtura nga universi. Kjo do të sjellë një ndryshim të menjëhershëm financiar dhe fundin e stagnacionit. Për të kaluar testin, duhet të bëni një gjë që ju frikson në 72 orët e ardhshme. Mos harroni, kurajes i shpërblehet kalimi në dimensionin beta. Luani. Testi juaj lidhet me përulësinë dhe pranimi e ndihmës. Kodi juaj i vjetër ju detyron të binit në kurthin e egos, duke u përpjekur të bëni gjithçka vetë, duke humbur kohë dhe burime të çmuara. Testi AB ka të bëjë me një mundësi karriere ku do t'ju duhet të punoni në ekip me dikë që e konsideroni më poshtë jush. Opsioni A, dështimi, është të refuzoni bashkëpunimin nga krenaria dhe të vazhdoni vetëm, duke dështuar. Opsioni B, dimensioni beta, është të pranoni ndihmën, duke e bërë veten të cenueshëm dhe të bashkëpunoni. Nëse zgjidhni B, ju do të hyni në një cikël të ri ku rrjeti juaj social bëhet pasuria juaj më e madhe. Kalimi në dimensionin beta ju jep një status të ri, atë të liderit të vërtet që e di se kur duhet të dorëzoj kontrollin. Në 48 orë do të keni mundësinë të kaloni testin. Veproni me mençuri dhe jo me krenari. Shigjetari. Testi juaj lidhet me përgjegjësinë dhe përfundimin e çështjeve të vjetra. Ju jeni eksplorues, por kodi juaj i vjetër ju ka lënë me shumë projekte të papërfunduara, duke ju ndaluar të lëvizni përpara. Testi AB ka të bëjë me një shans masiv për udhëtim ose një mundësi studimi, por ajo vjen me kushtin që duhet të rregulloni një gabim të madh të së kaluarës, ndoshta një borxh, një ndarje të pashëruar ose një premtim të thyer. Opsioni A, dështimi, është të injoroni të kaluarën dhe të filloni projektin e ri. Opsioni B, dimensioni beta, është të ndaloni, të rregulloni gjërat dhe pastaj të merrni dhuratën e re. Nëse zgjidhni B, ju do të kaloni në dimensionin beta, ku udhëtimet dhe zbulimet tuaja nuk do të sabotohen më. Fati juaj po testohet në nivelin e llogaridhënies. Nëse e kaloni këtë test, ju do të merrni lirinë e vërtetë, atë pa borxhe karmike. Testi AB kozmik është aktiv. Mos u shtrembëroni nga vendimi që ju duhet të merrni, ai është çelësi për në dimensionin beta. Zgjidhni mençurinë dhe jo lehtësinë. Për të manifestuar kalimin tuaj të suksesshëm dhe për të hyrë në dimensionin beta të fatit, shkruajeni në komente frazën: Unë zgjedh dimensionin beta. Bëni like dhe shpërndani këtë mesazh për të ndihmuar çdo që po përballet me testin AB. Shihemi nesër në mëngjes për 2 videot e fuqishme të ditës së mërkurë.